Biri im, Islami është feja jote. Biri im, të gjitha rrugët të shpijen tek Islami. Nëse niyeti është i pastër dhe vendosmëria e plot, nuk e humbet rrugën vetëm se ai që është i verbër nuk ka nijet të pastër dhe nuk është serioz në kërkimin e të vërtetës. Biri im, flamuri të vërtetës valvitet gjithmonë lart, por atë nuk e shikon vetëm se ai i cili vendos ta ndjek atë. Biri im, mos e shikoj Islamin si burg të lirisë. Ai është vetjeta, i përshtatshëm për të gjithë njerëzimin. Biri im, gjërat në origjinë janë halal e të lejuara, kurse feja të ndalon nga ato gjëra që janë të dëmshme për ty e të urdhëron për ato gjëra që janë për dobinë dhe mirësinë tënde. Zgjidh lirinë tënde nga kjo jetë si të dëshirosh, por me kusht që të mos dëmtosh as veten e as të tjerat. Biri im, nga kjo botë dy gjëra më preokupojnë: namazi dhe edukata. Namazi është lidhja ime me Zotin, kurse edukata është baza e mirëkuptimit me njerëzit. Prandaj preokupoje edhe ti veten me këto të dyja, sepse nuk ka preokupim më të mirë se me atë gjë të cilën Zoti është i kënaqur. Biri im, largohu nga çdo ide që nuk ka rrënjë në Islam. Refuzoje çdo grupacion që si program të jetës nuk e ka marrë fenë e Allahut. Shmangu nga çdo njeri i cili humbet të drejtat që ka ndaj Allahut dhe mos lejo që temat e ignorancës të zënë vend në zemrën tënde. Biri im, miku yt më i ngushtë le të jetë Kurani, i dashur i zemrës, i dërguar i Allahut, programi i jetës, Islami, dhe objektivi kryesor, fitimi i kënaqësisë së Allahut.